Sot motra të dashura kam sjell një recetë e cila nuk ka të bëjë me gatimet, ka të bëjë me pastrimin e furrës së shporetit në një mënyrë shumë thjeshtë me përbërësit që i kemi në shtëpi, pra pa kimikale. Pastrimi bëhet shumë thjesht, shpejt dhe bëhet shumë mirë, shumë lehtë. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë nga puna, morëm tepsinë e shporetit elektrik. Njëkohësisht do bëhet larja mirë dhe e tepsisë. Dhe në të hedhim 2 gota nga 200 ml me uthull të bardhë, uthull ushqimore. Vërtet ja vlen me pastru në këtë mënyrë shporetin elektrik. Unë e pastroj në çdo 2 javë. Mirë po nga gatimet e shumta bëhet i ndyrë shumë shpejt. Mund ta pastroni edhe 1 herë në javë, nuk do e dëmtoj shporetin kjo mënyrë e pastrimit. Hedhim në tepsi 400 ml me uthull bardhë, uthull ushqimore. Tash ja shtojna 2 lugë gjelle me soda bikarbone. Që vëreni formohet një shkum, soda bikarbona dhe uthulla këtë mënyrë reagojnë kur të kombinohen dhe ja shtojna 2 limona, cilat i kam prerë në theta. Limonat ndihmojnë që t'i largohet shporetit aroma që ka ngelur në brendësi nga pjekja e ushqimeve. I vendosim. Gjithë shikuesit që më ndjekin, kur të komentojnë lidhje me këtë, dua që të di se nga cili vend i botës të komentojnë dhe a ka pas efekt nëse provojnë. Ja, pra kështu dhe tash tepsinë do e fus në shporet. Tepsinë e vendosim në furrë, e vendosim në pjesën e poshtme, do me thënë hekri duhet që të ngel në pjesën e sipërme, sepse në këtë mënyrë dhe hekuri do pastrohet. Tash e mbyllim derën e shporetit, e dhezim zjarrin temperaturë 200 gradë dhe të ki programi. Kjo është apostafat për pastrimin e furrës. Shtu, të gjithë ju që nuk e keni ditë, dhe për 20 minuta në temperaturë 200 gradë, tepsinë me uthull, limon dhe soda bikarbona e lajmë në zjarr. Pas 20 minutave fikim zjarrin dhe kështu e lajmë shporetin me derë të mbyllur për 15 minuta tjera. Si që vëreni, furra e shporetit ka filluar që të shloj avull dhe nga kjo avull bëhet zbutja e yndyrës në furrë. Tash e hapim derën dhe shikojmë se si duket brenda furra e shporetit. Yndyra në tepsi. Tash e largoj tepsinë nga furra. Prim një leckë të pastër dhe filloj që të bëj pastrimin. Ja, pra, vrihet mirë se si e lëshon gjithë yndyrën. Në vendet ku është më shumë, atëherë merrni një synger apo merrni një tel tenëve dhe pak e fërkoni dhe më lehtë në këtë mënyrë do largohet yndyra. Kështu në këtë mënyrë pastrojmë gjithë furrën. Ja, si që vëreni shumë mirë e lëshon yndyrën. Ki kombinim gjithë përbërësve. Pra kështu pastrohet furra shumë lehtë. Ja dhe si duket furra pas pastrimit, kam pastru me një leckë të lagur dhe të terur, ku ka pas nevojë me synger dhe tel tenëve dhe me pak detergjent. Telin e kam pastru me tel tenëve dhe detergjent, pastru shumë mirë, thjesht, pa përbërës kimikal, me gjithë përbërësit që i kemi në shtëpi, mënyra e pastrimit ekonomike, e lehtë. Gjithë ju që keni me provu një herë, do të ma dini përnder shumë këtë mënyrë të pastrimit
Besoj se u ka përgjigj. Mirëmbajtje nga sofra shqiptare, gjeni në recetën e radhës.